Detajet e reja janë zbuluar nga rrëmbimi i 29 vjeçares në Tiranë. E reja e pa identifikuar u mor peng dhe u mbajt për disa orë në makinën e autorit 29 vjeçar Jurgen Shima. Sa i përket raportit të tyre, rezulton se dy të rinjt ishin njohur në rrjetet sociale dhe e kishin lënë për t'u takuar në Tiranë. Bëhet me dije se pasi kanë konsumuar darkë së bashku në një restorant në kryeqytet, Shima e ka ftuar 29 vjeçaren në shtëpinë e tij. Mirë po kjo e fundit ka refuzuar dhe ka qenë pikërisht kjo arsyeja që ai e ka marrë në makinën e tij pa vullnetin e saj dhe e ka dërguar në Lushnjë, ndërsa mësohet se vajza ka tentuar disa herë të hidhet nga makina, por ngjarja nuk përfundon me kaq. Teksa vajza ka bërë rezistencë të vazhdueshme, autori e ka qelluar me shupllak, ndërsa pak më vonë e ka kthyer në Tiranë pranë banesës së saj. Ndërkohë kujtojmë se 29 vjeçari Jurgen Shima u arrestua në Astir, siç bën me dije blu të Tiranës gjatë kontrollit në automjetin e tij, u gjet dhe u sekuestrua sasi kokaine. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.